Mund të bëj një pyetje lutem me lejen e drejtuesit. Kam një mendim, nofta gaboj, që doktori po i bën protesta dhe do ta radikalizojë situatën deri në prill të këtij viti ku janë zgjedhjet në PD, apo ja? A janë në prill, mos gabon? Zgjedhjet për kryetarin e PD-s? Sipas statutit po. Prill maj. Dhe që doktori ka Doktori fiton atë? Doktori, po, dakord, doktor. Doktori ka deklaruar se do rikandidojë. Apo ja? Po. A thua që ky po i bën gjitha këto deri në prill sa të marrë punë, që mas ketë, jo se nuk fiton, sa ai fiton me 90%, por që mas ketë asnjë zë. Mbaro punë dhe pastaj protestat bien, fillove vera, plazhi etj dhe i ngrin prapë në dimrin tjetër. Dhe Nikol, unë nuk besoj që ka një rival potencial me këtë subjekt politik, me këtë antarësi, Berisha sa kohë që menon që do të kandidoj prapë vetë. Por, nëse Partia Demokratike dhe Berisha menon që edhe pas kuvendit prillit, do të ketë po këtë kryesi, me po këta drejtues qarku, me po këtë kupon, Partia Demokratike rrezikon të kthejë dojë fere sheqere se vetë e ke pëlqyer me radhë. A është rëzuar të shtunën më shkruan Lutfi Dervishi, por ka vënë për fund dhe këta. Opozitën e ka marrë poshtë. ka marrë vete. Ka rënë e drama, thotë, është rëzuar, thotë. Lutfi Dervishi më shkruan Muslim që është rëzuar e drama, po ka marrë poshtë këta. Ka zënë brenda opozitës. Muslim kam dhe një pyetje që mund ta ndash edhe në dy pjesëza dhe mbarojmë bashkë. Nuk të kam pyetur ndonjëherë fare hapur. Në rastin konkret kemi Sali Berisha, a është arsye Sali Berisha pse protesta dhe aksionet e BD-s nuk mund të kenë masivitet dhe nuk shkojnë dot përtej gardhit të partisë, dhe po në këtë kuadër, bashkë me këtë, PD do të zhvillojë zgjedhjet për kryetarin e ri. Nuk kam pyetur ndonjëherë fare hapur. A ka ardhur koha që Berisha të hapë rrugën? A ka ndonjë shans që ta bëjë ai këtë? Shans nuk shoh sa kohë që ai vetë deklaron që thotë do të kandidoj prapë. Koha për të hapë rrugën në këtë buqet që ka grumbulluar rreth tij, sot po t'ikte do të bëhen 9 parti demokratike. Një do të bënte Gazi, një Fazi, një Gjekmarka, një Flamuri, një Albana, një Belindi, një Jorida e Meral. Stop. Pra, në gjitha protestat 35 vite, jo vetëm tek Berisha, po edhe tek e Majta, ata që dalin protestë ylli antarësia e partisja. Daç merr një Ramën në 2011, daç opozitën me Nanonburg, daç 13 vite. Ne nuk kemi shoqëri civile, o i nderuar Ylli Rakipi. Këtu po të kemë drejt votë dhe qenë janë ndarë me kampe, ky përket qeni PS-s, qeni PD-s. Shoqëritë civile kanë qenë mekanizma artificial të tjetër e madhe e shoqërisë që mund të dalë Muslim. Partia Demokratike është partia që ka tundur themelet me njerëzit. Saliu e ka bërë këtë punë. Dije. Nuk kemi shoqëri civile. Kështu që ata që do dalin janë antarë Dije ka bërë Sali Berisha këtë gjë dhe Sali Berisha ishte si pronar i mitingjeve të mëdha. Sot ai nuk është. Po pra, sepse Partia Demokratike Ylli në 92-shin ka marrë 1.063.000 vota, nuk ka shqiptar më këtu më rrugë. Po pse jo tani pra? Në këtë gjendje që është vendi, Muslim, që ta mbyllim. Ti për shembull ke ikur apo do të vjosh të qëndrosh në këtë pozicion aty? Ti je një ambar votash në Lushnjë. Ambar, edhe në vendet tjera ku ke vajtë. 7.205 vota në qartë Tiranës o ju. Po pra po, tani ti si e aty, se nuk ju duen votat ndoshta atyre. Ti do jesh me, apo do vazhdosh kështu. Jam thuaj mo, të marrë ty unë, ja një minut, të marrë ty si personazh, dhe lexoj dhe të tjerë. Të marrë ty, lexoj Salianin, pastaj lexoj tjetrin. Urdhro, je antar i Këshillit Kombëtar. Unë jam aty deri në kuvendin e ri, antar i Këshillit Kombëtar. Am kanë qef, as kanë qef ta që dredhin belin, nuk ma njen hiç. Unë jam Partia Demokratike nga 8 dhjetori, as i spion i sigurimit, as i kryeshja e Mizalis. Ka marrë për qef pa ditë se kush do jetë kryetar. Dhe jam aty. Jam okay, atëre Berisha fiton në prill, kur janë zgjedhjet në prill? Prill-maj. Prill-maj do të thënë aty partisë mos u ndajsh fjala tani. Edhe aty Prill, janë maj. Po.
Maj Fiton prap mos e ngatron me zgjedhjet dhe festën mbaron PS me Nikola, se ka PS-ja pakzimin. Qëndroj emrin. Mislim, unë të falenderoj shumë, ë. Në prill, Nikol, prill. Jena Maj. për maj partisë mos ju ndajsh. Do të përzitet Rama se maj është edhe... Karikes mos ju ndaj. Data 17 Prill maj karikes mos ju ndaj. Është festa e Po mos të krenariat. heqin tani. Të falenderoj shumë. Jo, ma joti, se ke problem po. Heqin dhe herë tjetër gjë e madhe. Bëjnë një shaka. Të falenderoj shumë. Jo, ë. jo, s'ka problem. Falenderoj shumë dhe do të jemi bashkë dhe Edhe unë falenderoj për ftesën. Faleminderit. Emision të martë falet edhe i panelit. Faleminderit. Natën e mirë bashkë. Atëre, ta themi dhe njërë këtë, tani Trumpi që ngatron Shqipërinë, se ne jemi gazetarore, dhe ndoshta dhe e drama dhe Saliu nuk flasin dot për Trumpin, se nuk flet dot. Normal, edhe s'kam fajktuar. Nuk flet dot edhe Evropi. E ke parti që Evropa nuk flet dot për Donald Trump. Nuk flet dot, më ka frikë. Mere me mend tani se si mund të flasë Saliu këtu dhe Edi Rama. Kur në botë? Sali Berisha dhe Edi Rama s'mund të... Po, tani mendoni ju që... Drejtu presidentit francez Macron. Po, mendoni që... Tani mendoni ky buri që ngatron Shqipërinë, ngatron her pas herë me Armeninë, ne mendoni që shpëtimi PD-s të vinë nga Amerika tani atë. Se dhe ky e drama për këtë po vraponore, e kemi pjesë e dytë në këtë. Satelitet e Donald Trumpit që është Izraeli e këta, Netanyahu tani u përqafuan shumë. Gjithë do kemi pjesën e dytë. Ndër dy fjali tani, mendoni, ju e keni thënë gjana më po kote bëjë, mos e bëjë kote të pyeti unë? Asi shans nuk ka PD nga Trumpi, fare. Fare, Mos e bëjë dhe kote të pyeti. Ish, fare. Jo, ka dhe pyeti kotër. Kjo pyetje retorike, mos pa përgjigje fare. Nuk ka përgjigje, thonë, shkollë. 110 veta në parlament. Votun të gjithë bashkë në shkelje kështu të haptas kushtetutës. Votun një marrëveshje që nuk ishte firmos, llogaritë vetë si është përfundimi i fabulës. As i kundërshtim as gjë. Si qingja votun të gjithë, sepse të gjithë e kanë shpresën të i madhi Amerikës. Gjithë e kanë shpresën aty. Gjithë e kanë shpresën tek marrëdhëniet personale që krijojnë, marrëdhëniet jo institucionale që krijojnë me administratën ose me vetë presidentin Trump. Dhe ai kushtet që thotë Nëpërmjet lobimeve, nëpërmjet takimeve të tjera. Kemi dhe i Dhe deputet. asnjëri nuk bën Fotografia tje dhe... asnjëri nuk bën Alo, mira fotografika. Dhe ky tani thret Rubio prap mund të thresë Rubio. Ore çan këta nga Armenia thotë që më shmend. Ai mund thotë tani ti thotë Rubios prap, ore çan këta nga Armenia që më shmendën më. Çan këta. Mos e hanë njërin me një kotën. Ore zis po shkuan këta armenët të thotë. Niko. Si betë. Do thot Alievit sulmoi Armenin E po prapë. ty s'të bën gjë apo? Kam koment, jo fare. Do i Sa do thot bëj ty? do i thot Alievit sulmoi Armenin prapë, do thot sulmoi Në Davos nuk e Armenët ngatroj. si su lodhen armenët të tërë. Në Davos nuk e ngatroj.